717 persona janë bërë pjesë e kurseve që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër gjatë vitit 2025. Janë kryesisht të rinj që kërkojnë të hyjnë në tregun e punës, thot drejtoresha Mira Lapa. Ka qenë një vit me një kërkesa të lartë në disa kurse, si në kuzhinë, udhërfues turistik, autoservice, aftësi digjitale, parukeri edhe kurse të tjera. Mund të themi që më shumë kanë qenë të rinjt për të përfituar një zanat, të cilët ju nevojitet për vazhdimsinë dhe në karrierën e tyre. Aktualisht, brenda qendrës ka nisur edhe ngritja e 4 kabineteve të reja, të cilat do të jenë gati në muajin mars. Në këtë mënyrë kursantët nuk do të drejtohen më bizneseve, por si praktikën dhe teorinë do ta zhvillojnë në këto ambiente. Në qendrën tonë do hapen 4 kabinete të reja. Kemi më shumë që ju përshtaten dhe femrave, është kabineti parukeris, manikyr, pedikyr, estetik dhe berber. Së shpejti këto 4 kabinete vjen në funksion, kemi filluar me punimet në kabinet dhe brenda marsit besoj se përfundojnë. Këto 4 kabinete që ne do t'i ofrojmë në qendrën tonë, ju vinë në ndihmë kursantëve për ta zhvilluar kurset dhe praktikën e tyre në qendër. Nuk është më e nevojshme që ata të bëjnë praktikat në biznes. Kjo ofrohet në qendrën tonë. Janë rreth 40 kurse që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër, që ndiqen kryesisht nga grup mosha 30-35 vjeç. Certifikata e marrë pas përfundimit të tyre është e vlefshme edhe në tregun e huaj të punës. Për zhvillimin e praktikave, kjo qendër aktualisht ka marrëveshje me rreth 25 biznese që operojnë në qytetin e Gjirokastrës.